Banorja e njohur e shtëpisë së famshme, Alba Pollozhani, është parë së fundmi në gjendje të rënduar emocionale, duke qarë me dënesë në obor. Pamje që kanë prekur ndjekësit e formatit dhe kanë shkaktuar shqetësim edhe të banorët e tjerë. Emocioni i fortë i Albës lidhe drejt për drejt me afrimitetin e krijuar mes Dolces dhe ish partnerit të saj, banorit Lim Hoti, një situatë që ka rihapur plagë të vjetra dhe ka rikthyer ndjenja të papërpunuara. Alba ka rrëfyer se që në ditët e para të qëndrimit në shtëpi, vetë Dolce ishte ajo që e kishte këshilluar të distancohej nga Limi, duke i thënë se ai nuk ishte i duhuri për të dhe se ajo meritonte diçka më shumë. Dolce e di realitetin mes meje dhe gjës time. Dhe ishte Dolce që më thoshte javët e para: "Çka merresh me të, je shumë para", është shprehur Alba, duke theksuar se fjalët e saj i kishte marrë seriozisht. Megjithatë, zhvillimet e fundit duket se e kanë tronditur thellë, pasi Dolce ka nisur të shfaqë hapur afrimitetin e saj me Limin. Kjo situatë ka bërë që Alba të ndihet e tradhtuar dhe e vënë përballë një kontradikte të fortë. Ajo ka reaguar ashpër ndaj këtij ndryshimi qëndrimi, duke deklaruar: "Pse shkon Dolce tani ja pranon afrimitetin intim, seksual të atij, se i kam parë çfarë kam bërë. Bie në kontradikt me veten." Nga ana tjetër, Lim Hoti ka hedhur dyshime mbi ndjenjat e Albës, duke deklaruar se nuk e sheh dashurinë e saj ndaj tij si reale, çka ka shtuar edhe më shumë tensionin dhe debatet brenda shtëpisë. Hyrja e Limit në program ka qenë një nga momentet më të forta, duke ndezur diskutime, përplasje dhe situata të ngarkuara emocionalisht mes banorëve. I gjithë ky episod tregon edhe një herë se marrëdhëniet dhe ndjenjat brenda shtëpisë së famshme janë shumë më komplekse se sa duken në pamje të parë. Çdo veprim, çdo fjalë dhe çdo afrim ka peshën dhe pasojat e veta, duke ndikuar drejt për drejt në emocionet e banorëve, dhe duke e bërë dinamikën e lojës gjithnjë më intensive dhe të komentuar nga publiku. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.